Shansi këtu tani, një top drejt zonës rrezik i madh mund të jetë. Mirë po vazhdon në presion i Ilijevskit. Futbollisti i cili tek Prishtina erdhi pas një aventure në Superligën e Shrim këtë këndore të radhës për Ferizajn. Harkimi Margono del dhe kontrollon topin. Tjetër mundësi për krosim drejt zonës, vjen një i tillë, Margono ka dalë sigurt. Shumë e paparashikueshme. Ibrahimi. Super lëvizje nga afërsia, shansi për 1-0. Ende nuk ka përfunduar. Shumë mirë dhe Mërive. Vjen ky arkim drejt zonës, tu grushton në Sirus Margono. Qajmë ta shans tu. Do të ishte diçka spektakular. Mund si përgoditje nga distanca, pikërisht të gjë bëjnë lojtarët. Viktor Huta. Margono e largon topin. Isufi. Klin. Toni Gomez. Harkimi i tij, Omos Dadet. Mirë lëviz, Dadet goditja. Interven. Iseni duke ta ketë situatën në kontroll, topi mbrapa, presioni i Diatës. Nuk bie pre portierin nga Indonezia, Sirus Margono. Diata futet në zonë, shansi këtu vjen ky këtë pasim shumë të mirë. Altin Aliu, këtu mund të jetë mundësia. Aliu goditja ati, super interven. Nuk u testua deri më tani Margono. Humbja thellë pse Valmir Nafiu mbrin arkimi i tij, jo efikas. Qysh në start Lapi Gjilani 1-0. Këto janë ndryshimet e rezultatit. Shojmë kalimin brenda zonës, kjo goditje Margono ka pritur. Hasan Hyseni kërkon hapësirën, vjen goditja! Shtylla e shpëton Sirus Margonon. I pa fat Hasan Hyseni. Arriti që të kryoj hapësirën pas goditje. Po shumë qartë nëse e preku. Almira Izeraj. Mundësia një arkimi drejt zonës. Topi tjetër i vënë këndi, vjen arkimi drejt zonës, rasti këtu. Nuk arrin ta shndrojë në gol Arb Manaj. Edicionit nuk i kishte ndodhur kur Dugagjini që nga pas lufta. Abazaj, dueli shpejtësisë Kristal Abazaj. Nuk i shumë para këtu, Egzon Sinani të ketë në kontroll, luan me Margonon. Ndeshje interesante na presin në Superligë nesër tash nga ora 13. Rasti këtu Ilijevski, mundësia për Prishtinën tel Margonon. Me rezultatin momental, Prishtina shkëputët me 6 pikë nga ndjekësit e Ballkanit, të cilët janë në pozitën e dytë të rënditjes. Shumë të vështirë sidomos fillimin e sezonit dhe realisht gjatë komplet pas pushimit të kombëtarëve. Faza e dytë e sezonit do të jetë më e vështirë padyshim për skuadrën e Dugagjin. Vesar Musoli me këtë krosim të shohem, del portieri. Pozimi në krosimi i sigurt në dalje. Margono. Ja vjen krosimi i dojë skuadra e Lapit. Janë goditja, topi është devijuar, nuk lejon. Ajzeraj. Provon të arkoj, topi është në zonë, Margono e grushton. Rasti tjetër. Lëvizim mjaft e mirë. Goditja dhe pret. Rasti Malishevës tu Altin Aliu, arrin të triploj arkimit i Zhagazi në duart e madh. Shënuar, nuk shënon gol. Dugagjini për ballë Ballkanit, rasti për golin e tretë. Jo.
Tentim një goditje mjaft e mirë. Sinos mund tjetë tani. Pasimi drejt Valmir Veliut. Valmir Veliu me presion. Cyrus Margono, një fushë. Ballkanin, do të përfitoj goditja, por ndalet. Nuk ka offside për momentin. Margono bën që topi tjetë sërish. Topi dërgohet mbrapa tek Margono. Ta sa mirë kjo lëvizje, Diata. Provon të arkoj drejt zonës, dalja Margonos. Ka topi në duar portieri. Ishi provon këtë pasim, topi del Ferrati me goditjen.